Janë bërë 23 vjetë që jeton vetëm me kujtimet për të. Në çdo moment, Zade Bajrami mundohet të mbaj afër fotografinë e bashkëshortit të saj, të vrarë me 28 shkurt të vitit 1999. Atë ditë forcat serbe hynë në shtëpinë e tyre në Osekhyl të Gjakovës, por vrasin e bën shqiptare të veshur me uniformën serbe. Kjo rëndon edhe më shumë dhimbje në zonjën së shtëpisë, e cila pa me sy të saj Mushkja Kupin e Muharrem Ibrahim duke ia vrarë bashkëshortin. Atë moment shumë trishtus. Unë tash tom zdi që shemi trajnu, po s'po trajnu ka njeri, pit këqijave, po pit njërave. Shumë trishtus. Sot unë bisedoja atë bised, në do këtë sukra ditë se vra. Është rënd për Zade Bajramin të flasë për dhimbjen e madhe që kishte përjetuar mëngjesin e hershëm të 28 shkurtit të 1999-s. Kemi pas shtirë balë. Të isha këna me metë pa bok. Po, ka lumë të qysh. Edhe ja është i lirë atje. Kërkush s'ka morë parasysh atë punë. Jo burin tam kanë vra babën Zinele tënë, plot në Gjakovë kanë vra. Krejtë Kosovën ata kanë bërë qështu që. Po thuaj se gjithë fshati Osekhyl i njën babë e birë që u arrestuan krah forcave serbe. Njëri nga ta që ishte në zënës në atë kohë rrëfel momentin kur ishte rarë nga 2 prej 200 policëve që kishte në dispozicion Mushkja Kupi. Dhe në kanë dalë me armë, në kanë ullë në gjojë, dhe më thonë më armë gjata, në kanë thonë hap në gojë, në kanë shty armë në gojë, kujni ka shkoni, kemë thonë jemi ka këthejmë për shkolle, kemë shkollë, ja u dëshmu në fletorët që i patëm, edhe në ranë shuplaka shkelma dhe në thanë shpet me shku në shpje dhe kur ma më smarë. Kalimi për rreth kësaj rrugë ishte i pamundur pa u torturuar nga policët që i komandonte shqiptari me origjinë nga Gjakova e që më vonë u zhvendos në Serbi. Rraja maltretime përjetuan të gjithë banorët përfshirë këtu edhe nxënësit. Nuk ka as një fshatar i fshatit Osekhyl që nuk e ka një përjetim dhëmshëm për i kështë trajtimeve të njëve. Mënyrat mas njerëzore i kanë shtinë për rrujmë gjinën, i kanë maltretuar në mënyrat ndryshme. Mushkja Kupi e Muharrem Ibrahim kishin edhe bashkëpunëtor tjerë të cilët për çdo brëmje i raportonin në detaje për ato që po ndodhnin në këtë fshat të Gjakovës. E përveç torturave, këta kishin kryer edhe shumë vrasje të civilëve shqiptarë në atë kohë. Me gjithë djalë e ka maltretuar njerëz, gra, fëmijë, kënd kanë zonë, ai ka maltretuar. Edhe ka vra, po nuk jem ndije se sa ka vra, se ka bo, se ai ka pas punktin e policisë serbe aty. Ai konë udhëheqje e aty një dy policive. I ka majtë penga të 2 fshata. Hyrja trupave të NATO-s në Kosovë detyruan këta shqiptarë të largohen nga Gjakova për të shpërngulur në Serbi ku jetojnë edhe sot.